Problemet në qarkullim në qytet hasen kryesisht në zona midis lagjeve apo rrugëve dytësore të brendshme të lagjeve. E një ndër pikat më të nxehta të bllokimit të qarkullimit mbetet ajo pranë zonës pranë shtëpisë së oficerave. E kjo për arsye të parkimeve pa takt apo dhe numrit të lartë furgonave që operojnë në linjat interurbane për fshatrat e lumit të Vlorës. Ka qenë Këshilli Bashkiak ai që këtë zonë e ka përcaktuar si vend qëndrim për furgonat dhe mini autobusët e 10 fshatrave të lumit të Vlorës. Hapësira e ngushtë apo mos përcaktimi eksakt për parkimin e veturave apo furgonave. Shpesh në këtë zonë sjell bllokim total të qarkullimit. E këtë e vuajnë jo vetëm drejtuesit e automjeteve rastësor të kësaj rruge, por edhe banorët e kësaj zone. Ata thonë se u ndodh të presin me orë të tëra që trafiku të lirohet. Nuk ka vend ku të parkojnë. Duhet të ketë një më ndryshe. Po. Duhet të ketë një vend diçka tjetër, të jetë më i përshtatshëm. Kur krijuar demokracia, e deri më sot se vendorën për Vlorën. Ju faleminderit këtij që ka ardhur dhe atij të madhit që po vën dorë e po punohet gjithandej për Vlorën. Allah e pa që këta dhe harrëm ata të parët. Se drejtë edhe ata kanë që të mbajt, po s'ka punuar. Do të drejtë në kështu që është. Ata duhet ta mendojnë që merren me këtë punë. Drejtues të furgonave jashtë kamerave kanë shpjeguar se ky vend qëndrim automjetesh është miratuar që prej vitit 2012 e në të janë lënë vetëm pak vende parkimi për automjetet e linjave, ndërkohë që numri i furgonave është shumë i lartë se vendet të përcaktuara. Një ndër problemet që has vështirësi në punën e policisë bashkiake është sigurisht edhe parkimet. Parkimet në vendet të lejuara ose jo. Aktualisht ndodhemi pranë shtëpisë së oficerave. Ky është një vend parkimi i lejuar me urdhër të Bashkisë Vlorë e me vendim të Këshillit Bashkiak sa i përket parkimit e vend qëndrimit të automjeteve që shërbejnë në linjën interurbane për fshatrat e Vlorës. Janë 10 furgona që shërbejnë për 10 fshatra të linjave të Vlorës. Kujtojmë që qëndrojnë këtu fshatrat për komunën e Bratit, për komunën e Kotës apo dhe për komunën e Vranishtit. Ndërkohë që jo rrallëherë ndodh që në këtë vend të ketë probleme sa i përket qarkullimit. Gjerësia e ngushtë e kësaj rruge ka shkaktuar shpeshherë probleme në qarkullim. Kanë qenë shpeshherë banorët e kësaj lagje, ata të cilët kanë ngritur shqetësimin sa i përket problemeve në qarkullim, ndërkohë që masat që duhen marrë sa i përket zgjidhjes së kësaj situate janë që ose të gjendet një vend parkimi tjetër për këta furgona e këta mini autobus, ose të mos lejohet parkimi i automjeteve të vogla përgjatë saj.